Bregdeti Kunes, pranë Gruagderdhjes së Drinit, është mbushur nga mbetjet e shumta që lumi ka sjellë nga fshatrat përreth Lezhës dhe Vaut të Deos. Vija bregdetare për 1 kilometër është ndotur masivisht, duke e kthyer në një landfill të vërtet mbetjesh. Në teren vihen re shishe plastike, qese, qelç, goma, materiale inerte e deri te kafshë të ngordhura, të cilat rryma i ka transportuar drejt detit dhe më pas i ka nxjerrë në breg. Situata konsiderohet alarmante si për mjedisin, ashtu edhe për turizmin lokal në këtë zonë. Eksperti mjedisit Jak Gjini thot se sa herë ka reshje intensive, pjesa veriore e Gruagderdhjes së Drinit ndotet sepse banorët i hedhin mbetjet në shtratin e lumit, si dhe përgjat kanaleve. Ajo që duhet nxjerrë mësime nga kjo situatë është kjo. Nga një shtëpi e veçuar në zonat rurale, nga grupe shtëpiash dhe lagje dhe fshatra, duhet merren masa të veçanta sidomos nga kryeplësia këtyre fshatrave, për një administrim më të përshtatshëm dhe në skemat e pastrimit të zonave urbane duhet përfshihen dhe këto zona. Natyrisht këto janë probleme financiare që jo të pazgjidhshme, por evitojmë të lloj situata që shohim ne sot. Pra, ajo edhe zonat periferike urbane ndodh këto, që gjejnë vende afër rrjetit hidrik gjithmonë, që mendojnë se aty i zhduki me ujë dhe aty i hedhin, në një kohë që ka shumë mënyra për një administrim më racional, më të kujdesshëm tek këtyre mbetorinave pa dëmtuar fare mjedisin. Ka shumë mënyra. Gjini shton se përgjegjësit se janë bashkitë, pasi nuk janë të organizuara për evadimin e mbetjeve në fshatra. Bashkitë në përgjithësi kanë një mentalitet të tillë që duhet të punohet me makina të tonazhit disi të përcaktuar dhe asnjëherë një pra të lartë ku të jenë të aksesueshme me rrugë gjitha pikat ku mund të hidhen mbetjet urbane. Në fakt, siç kemi parë në vendet e tjera, operohet me një sistem të integruar të evadimit të mbetjeve, që do të thotë që përdorimi i makinave të gjitha tonazheve deri tek ai kamioni i vogël që futet të shtëpia veçuar të çdo lagje. Pastrimi mbetet një sfidë edhe më e vështirë, pasi rruga 4 kilometër që lidh fshatin Ishull-Shëngjin me pjesën fundore të Bregdetit të Kunes është përmbytur nga rreshjet e fundit të shiut. Mjetet e pastrimit nuk kanë mundësi të hyjnë, duke lënë Bregdetin të ekspozuar ndaj ndotjeve katastrofike.